Adoleshenti abuzohet seksualisht nga 20 vjeçari ati ushtron dhunë psikologjike ndaj saj pasi u përdhunua. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një 15 vjeçare dyshohet se është përdhunuar nga një 20 vjeçar. E mitura gjithashtu raportohet se është dhunuar psikologjikisht nga babai i saj pasi u abuzua seksualisht nga i riu. Policia ka ndaluar 20 vjeçarin me inicialet SA, ndërsa është proceduar penalisht babai i adoleshentes, 42 vjeçari me inicialet AG. Specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme ndaluan shtetasin SA 20 vjeç pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një 15 vjeçare. Në vijim të veprimeve është proceduar në gjendje të lirë shtetasi AG 42 vjeç. Babai 15 vjeçares, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj vajzës së tij, njoftoi policia.